Atëherë, unë po nxjerr konkluzionet e reja që mendoj se janë 100% vërteta. Maria kishte shkuar me Allahun, por Allahu preferonte gruan që ishte Edi djali. Por e bindi duri e zmeri, e bindi duri. I tha që ajo të ka tradhuar. Mama e Edit ka tradhuar dhe nuk është fëmia yt. Ndërsa Maria nuk ka tradhuar, është shtatzan. Dhe kanë zëvendësuar Marian me vajzën bukuroshe që ishte Edi Bardoshi. Bukurosh është dhe duri që është trupmadhi i Marias, por është skico sepse ka tradhuar Allahun, ka bërë dashuri me Ezmerin, durin arab, me arabin skicofren durin. Dhe mendohet që djali i Marias nuk është i Allahut, e ka lënë shtatzan duri, por është trupmadh si e jema, i ngjan të jemës. Duri vet është i imët, Ezmer 1,70, diçka e tillë. Maria ka ngelur shtatzan, por i ngjan racës së mamës. Duri jo me sy i shil, i ka vënë vet, i vën çdo 2 orë syt. Trupmadhi është djali i Marias, por me durin. Këto janë mendimet e mia, që ka tradhuar Maria Allahun. Allahu është bindur nga videot falso të tyret, ose fjalët falso nëse s'kishte video, të tyret se ka tradhuar vajza që kishte Edi në bark. Dhe Maria është shtatzan dhe është fëmia Allahut, sepse ka bërë seks dhe me Marian. Po, ka parë videon që ka bërë marrëdhënie me Marian, ose bënte me Marian, por priste fëmijë nga gruaja. Ka poshtëruar vajzën Bardoshe duke vënë Marian që të lindte djalin dhe jo vajza që ishte shtatzan me Allahun. Pikërisht kanë lindur në një kohë. Vajza që ishte gruaja, besoj se në një kohë kanë lindur. Maria, djali i Marias u quajt Jezui, që ishte djali i durit. Por as duri se besonte shumë, por e rrifte. Ai ishte i lindur skicofren, sepse mendohet që është djali i durit. Duri vet është skicofren, djali i Marias është vet skicofren i lindur. Kështu që mendoj që është djali i skicos duri. Por e ka zotruar sepse do të jetë vet Jezui. Hyn në trupin e djalit të Marias dhe duri Ezmer 1,70 zotron djalin, sepse kanë aftësitë të zotrojnë trurin pa dal pamja e tyre, Ezmere. Zotrojnë trurin. Familja skico duri zotrojnë trurin pa dal pamja e tyre. Ky është rreziku që jemi shkatruar. Djali original i Zotit u hodh në kosh të plerave, që ishte Edi. Edi u mësua të jetë mashtrues për të mbijetuar, pasi mashtruan që nuk ishte djali i Allahut. Duke thënë se ishte djali i Allahut, ai u bë mashtrues për të mbijetuar, por ishte djali i Allahut. Alketa gjeti në kosh të plerave dhe u dashura marrëzisht me Edin, sepse i tha ka mbiemrin Muka. Muka është vetëm Alketa Muka. Ai tha jam Muka dhe u martua direkt Alketa sepse i pëlqejnë mrekullit. Alketës i pëlqejnë mrekullit. U dashurua me njerë me thuthuqin sepse kishte mbiemër Muka. O, do martohem me ty. Ti je djali im i mrekullive. Po, ishte i reckosur, jo në kosh të plera, i reckosur. Por jam e bindur që ka mbiemrin e Allahut. U bind që ishte djali i vet. Por e mbante fshorzi. Po, është bindur. Është bindur, por nuk arriti ta bënte Jezu. Jezu u bë djali i Marias, mendon se edhe djali i Marias është i tij. Nuk është i tij, është i Jezuit, por i ngjan Marias. Është trupmall si Maria. Është djali i durit. Prandaj i ka ecur shumë me kokmadhen e Marias, sepse i zotron trurin shumë mirë, sepse është djali i vet.